Burgu Alcatraz, i njohur si Shkëmbi, ndodhe izoluar në mes të gjirit të San Franciscos dhe konsiderohej burgu më i sigurt në botë. Ujërat ishin akull të ftohta, rrymat vdekjeprurse dhe rojet patrullonin pa pushim. Për dekada, askush nuk kishte arritur të ikte, deri në vitin 1962. Tre të burgosur, Frank Morris dhe vëllezërit John dhe Clarence Anglin, nisën fshehurazi një plan arratisjeje që do të hynte në histori. Duke përdorur lugë metalike të vjedhura nga Mensa, ata gërryen muret e dobëta të qelive për muaj të tërë. Natën, ata mbulonin zhurmën me muzikë nga ora e lirë. Nga mushamat e shiut, ndërtuan një trap dhe jelek shpëtimi, të ngjitura me avull nga tubat e ngrohjes. Për të mashtruar rojet, ata krijuan koka false prej sapuni, letre dhe flokësh të vërtet, duke i vendosur në shtretër. Më 11 qershor 1962, në mesnatë, ata dolën nga qelit, u ngjitën në qatin e burgut dhe u zhdukën në errësirën e detit. Autoritetet deklaruan se të burgosurit u mbytën, por asnjë trup nuk u gjet kurrë. Më vonë, u gjetën gjurmë që sugjeronin mbijetesë, përfshirë letra dhe dëshmi të familjarëve. Deri sot, arratisja nga Alcatraz mbetet një mister i pazgjidhur, që vazhdon të ndaj botën mes dy pyetjeve: u mbytën apo arritën të shpëtonin?